është një lojtar jashtëzakonisht i madh në skenën politike, pavarësisht përqindjeve që i merr. Gjithmonë mbijeton në skenën politike, që kallëzon që është një lojtar i madh politik në vend. Prandaj nuk besoj që lëshohet edhe në hakmarrje për shkak të një hakmarrje ndaj zotit Limaj, ai më bota është një me mytë edhe vetën, nuk e bën atë punë se bën, nuk e besoj që... Nuk e bën, me doni që nuk e bën Haradinaj, një gjë të tillë. Nuk besoj që mundet me bën. Ndalim kështu në qëndrimet e partive, sa i përket votimit të kryeparlamentarit, pra kësaj blokadës që ka ndodhur. Miftari, filloj me juve. Nga LDK ka një qëndrim që nuk e do asnjë propozim të vetëvendosjes, pra derisa të tjerët thonë se nëse ndrohet propozimi, ata e votojnë. Si mendoni, si vlerësoni këto qëndrime? Me thonë të drejtën, e di që në vitin 2016 e 2019 ka qenë një situatë shumë ngjashme në Spanjë, është një rast parafërsisht shumë i ngjashëm me krizën politike që ka ndodhur pikërisht në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, dhomave se si kanë ata të përcaktuar. Dhe kanë qenë situata, partitë politike jashtëzakonisht me hendek ndaj njëra tjetrës për shkak të pjesa Katalonisë dhe kjo pjesa tjetër, dhe ka qenë një sfidë jashtëzakonisht e madhe derisa janë konstituar. Nuk do të kisha thënë që një parti politike në këtë rast LDK-ja me që e përmendet, duhet të mbajë një qëndrim aq strikt se nuk e votoj një kryetar kuvendit. Pse nuk duhet? Për çka nuk duhet? Po nisem për një perspektive pak më pozitive, Po jo, veç diçka. Është partia e tretë. Po pra. Edhe se ka asnjë lloj obligimi, as kushtetues, as ligjor. Ajo po merr pjesë në seancë, ajo nuk i bojkoton seancat e kuvendit. Partitë politike të gjitha kanë obligim në ruajtjen e stabilitetit institucional. Unë nuk e shoh këtë asaj, për shkak se LDK-ja në këtë rast është në seancë shkon, nuk është interesuar me blloku institucione, mirë po njëjtën kohë është partia e tretë, se ka asnjë obligim as kushtetues, as ligjor që me bo përpjekje me i zgjidhur problemin edhe krizën politike. Ajo madje po kontribon në pjesëmarrje për shkak të kuvend. Jo, po, që vota është pro dhe kundër, pse do të me votu pro? E drejt kushtetuese është me votu edhe kundër, ki drejt me pas qëndrimin kundër. Duke votuar kundër, prap ti kontribon në një ngërç institucionale, apo jo? Po mirë, nuk është çështja e LDK-s, as e PD-k-s, as e AK-s, as e nismës, tash po them se nisma ime e AK-n. Po asnjë partie përpos partisë parë me i bë të gjitha përpjekjet edhe me i shterë tana mundësitë për me kriju institucionet. Nuk është e tyne. Prandaj në fillim e thash që zoti Kurti ka bërë mirë që e ka çu këtë ftesë. Pa him përmbajtje që e përmeni Fadili, që përmbajtja nuk duket shumë serioze, duket pak me një farë dozë të arrogancës edhe të provokimit. Ja, ishte ma shumë, duket pak çmuse, si adresim. Prapë mendoj që ati ta kanë, edhe i ka taku me që letër dhe ka që letrën. Mendoj që gabim ka bo zoti Abdigjiku, okej, ti shkojnë takim. Se s'po shkojnë takim edhe... Abdigjiku e po ati ftesën edhe pa filluar seancat e konstituimit. Po, kjo tash është një çështje e Kurtit, për shkak se Kurti, elektorati i Kurtit, e kom thonë 2-3 herë në për këto studio, elektorati i Kurtit edhe i vetëvendosjes këtë rast është elektorat, shumica aty në elektorati LDK-s. Kurti është rritë si parti, VV-ja është rritë si parti me elektoratin e LDK-s. Me njerë si nuk e kanë dashur krahun e luftës, edhe ata e kanë gjetë si shpëtimtare, kanë pa mas vdekjes rrugovës edhe mas problemeve që i ka pas Lidhja Demokratike e Kosovës, e kanë pa zotin Kurti e kanë pas si shpëtimtarin e tyre edhe ju kanë bashku. Prandaj ai e ka ai gjithmonë, target e ka Lidhjen Demokratike të Kosovës, me marrë edhe jera ofër, me shti ofër që me dopsu sa ma shumë edhe me rritë vetën. Prandaj edhe nuk i bën ftesë Partisë Demokratike për me pas në farloj koalicioni, ose sot i ka bo ftesë për takim konsultativ, se u po nga përmbajtja. Për kuvendin, me zgjidhje të ngërç politik, për ndryshe në aspektin ai farë koalicioni, nuk besoj që i bën ftesë, për shkak se nëse Kurti e fton PD-n, VV-ja do psohet.
Se elektorati i VV-s, do të thonë, ka lënë prapë kthehet te lidhja